تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon, dhe ka devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo mëtet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, nga autori Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt. Ata na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdimin e temave është tema numër 16 me titullin Dhikru karahiyati talawun fil widadi baina al mutawakhiyaini. Do thot ndalimi i laramanis ose ndryshueshmërisë në vllaznillëk ose dashuri mes vëllezërve. Pra, qëllimi është në gjuhën arabe talawun, do të thonë ndryshimi i ngjyrave, do thotë që mos jetë ajo dashuria e ndryshueshme, po të jetë stabile. Ose më thonë ndalimi i jo stabilitetit në vllazëri ose dashuri mes vëllezërve. Kjo është e ndaluar, do thotë pasi dashuria duhet të jetë për hir të Allahut, edhe të jetë njësoj. Pra si ka thënë Allahu, innamal mu'minuna ikhwa. Pra vëllezërit, besimtarët janë vëllezër. Edhe ajo duhet të jetë në të njëjtën ngjyrë të ri, edhe në të njëjtën mënyrë, dhe jo ta ndryshojë secila ndodhi ose secila orë ose secili disponim. Domethënë, një moment njeriu është i disponuar, një herë nuk është, edhe ndryshon më një herë, harrohet shoqëria. Do thotë qëllimi i titullit është ky. Në fillim thot autori rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutayba bi Asqalan. Domethënë na ka treguar Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutayba në Asqalan, dhe ai ka thënë hadathana Ibrahim ibn Ayyub al-Hawrani قال حدثنا بكار بن شعيب قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Do më thënë, transmetohet nga Sahl ibn Sa'd me këtë zinxhir, i cili thotë se ka thënë, do më thënë, ky është zinxhiri i dobët, pastaj prandaj i themi, pra i thuhet se Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu ka thënë një dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, la khayra fi suhbati man la yara laka min al-haqqi mithla ma tara lahu. Do më thënë, nuk ka hajër në një shoqëri ose shoqërim me dikan që nuk i sheh obligimet e tij ndaj teje, sikur që ti i sheh obligimet e tua ndaj tij. Do më thënë, ose nuk ka hajër ajo shoqëri që prej një shoku që nuk është ndaj teje si e ti ndaj tij. Do më thënë, ky është qëllimi i kuptimit të kësaj fjale. Mirë po, hadithi është shumë i dobët, edhe njëri prej transmetuesve këtu
që e ka emrin Bekkar ibn Shuaib, që u përmend, është i dobët shumë, edhe vetë autori rahimahullah në librin e tij, domethënë kemi përmendur se ka libra për transmetuesit dhe për xherfa ta'dil. Pra ai ka thënë për këtë transmetues, la yajuzu al-ihtijaju bihi, domethënë nuk lejohet të merret për argument. Pra është transmetues shumë i dobët dhe rrjedhimisht, domethënë hadithi është shumë i dobët dhe nuk i atribuohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por për këtë kuptim shohim hadithet tjera që janë sahiha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fal besim a mundesh me nalet se po më pengon fyt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është besimtar dikush që nuk ja do vllajt vet atë që e do për vete. Domethënë ky është kuptim që fuqizon këtë temë dhe është hadithi sahih, edhe po ashtu ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për moralin e vërtetë. Çka është morali i mirë? Ka thënë an ta'tiya lin-nasi ma tuhibbu an ya'tuka ilayk, an yu'ta ilayk. Domethënë t'ua bësh njerëzve atë që ti do që të tjerë të ta bëjnë ty. Domethënë kjo është burrnia e vërtetë, mençuria dhe morali i lartë, që njeriu të jetë ndaj të tjerëve ashtu si ka dëshirë që të tjerë të jenë ndaj tij, dhe ta dojë të mirën për të tjerët realisht, domethënë me të vërtetë në zemër, ta dojë të mirën për të tjerët, për vllajën e vet besimtar, si e do të mirën për veten e tij. Edhe kjo tregon, domethënë afërsinë e vërtetë, edhe zbatimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwa. Domethënë besimtarët janë vëllezër. Thot autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-'aqili idha razaqahu Allahu wudda imri'in muslimin sahih al-wadad hafidhin 'alayhi an yatamassaka bihi. Domethënë obligim i njeriu të mençur është që nëse Allahu e furnizon me dashurinë e një njeriu musliman që është i sinqert në dashurinë e tij dhe shoqërinë e tij ose vllazëllëkun e tij, është i sinqert, që ja ruan të mirën, domethënë që e këshillon edhe i tregon nëse gabon, e mbron sekretin e tij e kështu, domethënë e ruan vllazëllëkun me të. Atëherë obligim i mençuri i ka nëse Allahu e ka furnizuar me një vëlla të tillë që të kapet për të, domethënë mirë, ta shtrëngojë këtë vllazëllëk dhe këtë dashuri, dhe të jetë i gatshëm që ta vazhdoj miqësinë ose ta vazhdoj lidhjen me të, edhe nëse ai e shkput, edhe t'i afrohet edhe nëse ai largohet, dhe t'i jap edhe nëse ai nuk i jep. Dhe ti, domethënë, pra me fjalë të tjera, edhe gjithashtu të afrohet edhe nëse ai largohet, domethënë ta llogaris këtë vëlla të mirë, të devotshëm dhe që e përmirëson, e ruan të mirën e tij, ta llogaris si një shtyllë të rëndësishme prej shtyllave të tij. Dhe kjo është qëllimi këtu, domethënë se vëllai i mirë, sado që është i mirë, i devotshëm, i sinqert njëherë ndaj Allahut, i sinqert në dashurinë e tij, do të ketë mangësi, edhe do të ketë rrëshqitje, do të dalë edhe një gabim prej tij, do të ketë mungesë në përmbushjen e vllazëllëkut, ndonjëherë do të largohet, edhe pse ti dëshiron në atë moment që ta kesh afër, ndonjëherë nuk t'i jep diçka që ka mundësi ta japë, kështu me radhë, domethënë, si ka thënë, patjetër do të ketë ndonjë gabim. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata, secili biri i Ademit është gabimtar i madh, që gabon shumë. Është vështirë të gjendet ndonjë ditë që njeriu nuk do ta bëjë asnjë gabim. Pa marrë parasysh sa i mirë, sa i dobishëm, sa i afërt është dikush, do të gabojë diçka ndaj teje. Prandaj ti kur i sheh këto cilësitë kryesore, domethënë që është njeri i mençur, edhe është njeri i devotshëm, i përpikt në fetarinë e tij, dhe është njeri i moralshëm, me moral të lartë, dhe është i sinqert në vllazëllëkun ndaj teje,
Domethënë ta ruan sekretin, ta ruan nderin, ta ruan interesin, domethënë të këshillon nëse gabon e kështu me radhë, atëherë mos ju ndaj edhe nëse është gabime, nëse është se tu largu në një moment. Mos jetë kjo shkak me njëherë për largim prej tij. Ose e sheh se nuk dha në një moment, mos jetë pastaj ti me njëherë ta ndalësh dhënien ndaj tij, nuk qaros me një vend, edhe ti me njëherë domethënë ti largohesh e kështu me radhë. Se kjo dashuria që e ke pasur për hir të Allahut duhet të jetë stabile, edhe me një ngjyrë, jo të jetë laramane në secilën situatë, do thotë ndryshe. Prandaj thotë në fund wa inna min a'zami 'aibil mar'i talawunuhu fil widad. Do të thënë mangësia më e madhe e njeriu është që të jetë vazhdimisht i ndryshueshëm në vllaznillëk ose shoqëri ose dashuri, të jetë me lara të ndryshme. Thotë njëherë ashtu, sepse si tham dashuria ndaj muslimanit, do të thënë dashuria e muslimanit për vllajën e vet musliman, me dashuri të vërtet, është vepër me të cilën njeriu i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Edhe është prej shenjave të imanit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka 3 cilësi e shijon ëmbëlsinë e imanit. Me të vërtetë, do të thënë, arrin fuqinë e imanit dhe mirësinë dhe ëmbëlsinë e imanit. Dhe njëra është prej këtyre që ta doj vllajën e tij musliman, do të thënë, për asgjë tjetër përveç se për hir të Allahut. Do të thënë kjo është prej veprave të imanit, që ta doj muslimanin për hir të Allahut dhe me këtë dashuri shpreson t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Si ka thënë Imam Shafiu në një poezi, uhibbu s-salihina wa lastu minhum, do të thënë i dua njerëz të mirë, njerëz të devotshëm, edhe pse nuk jam një prej tyre, nuk jam si ata, edhe shpresoj që me dashuri ndaj tyre do ta fitoj kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë autori rahimahullah një poezi që e ka thënë Al-Muntasir ibn Bilal ibn al-Muntasir al-Ansari, ka thënë wa kam min sadiqin wudduhu bi lisanihi khaunun bi dhahri al-ghayb la yatanaddamu yudahikuni kurhan likay ma awadduhu wa tatba'uni minhu idha ghibtu ashumu. Do thot shumë shok ka të tillë që duken të dashur me gojën e tyre, mirë po janë tradhtar kur nuk jam unë prezent. Do të thënë para syve duken shumë dashamir me gojë, paraqiten shumë mirë po në mungesë atëherë bëhet tradhtar i madh. Më buzëqesh, jo nga dashuria, po nga zori, më buzëqesh para syve që unë ta dua ata, kurse kur e kthej shpinën më vinë shigjetat e tij. Do të thënë ka njerëz, kjo është një prej këtyre formave më të shëmtuara të laramanisë. Do të thënë që kur është prezent para atij bëhen shumë i mirë dhe i dashur e kështu me radhë. Sa ta kthejë shpinën, do të thënë i lëshon shigjetat e përgojimit edhe shigjetat e talljes ose mashtrimit e tradhtisë e kështu me radhë. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij autori rahimahullah nga Wahb, thot se ka thonë inna Allaha la yahfazu bil abdi s-salih. Më falni se po në vazhdim ka thonë me zinxhirin e tij transmeton nga Imam al-Asma'i se ka thonë një njeri prej beduinëve ka thonë njeriu më i paaft, njeriu më i ngatht është ai i cili nuk do të thënë e lë mangët kërkimin e vëllezërve. Do thotë njeri me të vërtetë i paaft është ai që nuk mund të formoj shoqëri ose miqësi, nuk mund të gjej vëllezër të hajrit me të cilët bashkohet dhe afrohet dhe shtohet dashuria mes tyre. Do të thënë është ky njeri shumë i paaft. Wa a'jazu minhu, mirë po më i paaft se ky, edhe më keq se ky është ai që ka fituar një vëlla të tillë, të mirë, edhe pastaj e ka humbur dashurinë me të, do të thënë se e thot wa inna ma yuhsinu al-ikhtiyara li ghayrihi man ahsana al-ikhtiyara li nafsihi. Dhe zgjedhjen e të tjerëve
e bën në mënyrë të mirë ai që di ta zgjedh veten e vet. Domethënë që di të zgjedh cilat janë punët e mira, cila është rruga më e saktë për veten e vet, di gjithashtu të zgjedh edhe njerëz të tjerë. Domethënë që duhet t'i ketë afër, edhe t'i di cilët janë të mirë, cilët jo. Do thotë ai njeri që e njeh veten fillimisht, pastaj mund t'i njohë të tjerët. Domethënë me rëndësi se njeri që nuk ka aftësi të bëj shok të mirë, të afrohet me njerëz të mirë, ai është i paaftë. Por edhe më i paaftë është ai që e ka pas njerë këtë mundësi, ka pasur një shok të mirë, edhe e ka humbur nga mendeletësia e tij, domethënë nuk ka ditur ta ruaj shoqërinë me atë që ka pas hajër prej tij. Thot autori rahimahullah, pra njeriu i mençur nuk e le mangët ripërtrirjen e dashurisë, domethënë lidhjes së mirë, që e sheh nëse ka ndonjë mungesë, nëse ka ndonjë ftohje, mundohet ta përmirësojë atë. Si thamë më herët. Dhe wala yakunu dha launain, edhe njeriu i mençur nuk bëhet me dy ngjyra ose dy fytyrës, domethënë. Është gjithmonë në rrugën e njëjtë. Wala dha qalbain, edhe nuk bëhet me dy zemra. Një herë e do, një herë e urrejn, një herë e do, një herë e urrejn. Por bel yuafiqu sirruhu alaniyatahu. Mirpo e brendshmja, edhe sekreti i tij, domethënë zemra e tij, është në përputhje me të dukshmen, me veprat, me fjalët, me buzëqeshjet ose lëvizjet e fytyrës, lëvizjet e syve. Domethënë si është në zemër, ashtu është edhe në të dukshmen. Dhe fjalët përputhen me veprat e tij. Dhe thot nuk ka hajër prej dy vëllezërve që vazhdojnë të hapen çarjet mes tyre. Domethënë rritet. Ndodh ndonjëherë ndonjë çarje, ndonjë ftohje, edhe nuk din ta mbyllin atë, por vazhdojnë ta zgjerojnë, ta hapin, ta rrisin, atëherë nuk ka hajër prej atyre dyve. Pastaj ka përmendur një poezi ku thot: "Laha Allahu man la yanfa'u al-wuddu 'indahu wa man habluhu in mudda ghayru matini wa man huwa dhu lawnayn laysa bida'imin 'ala al-wasli khawanun li kulli amini wa man huwa dhu qalbayn amma liqa'uhu fa hulwun wa amma ghaibatuhu fa dhanini." Dhe deri në fund, pra thot Allahu e poshtroft një njeri që nuk bën dobi dashuria me të. Edhe nëse ka ndonjë litar, domethënë ndonjë lidhje me të, ai litar nuk është i fuqishëm, po është shumë i brisht edhe kputet me njëherë. Pra nuk ka hajër prej atij njeriu që litari i lidhjes është që më njëherë mund të kputet, nuk është i fuqishëm. Dhe ai i cili ka dy fytyra, nuk është, ose dy ngjyra, thot, ai i cili ka dy ngjyra, që nuk është i përhershëm, nuk është stabil në lidhjen e vëllezërve që janë besnik. Do të thënë nuk është stabil në mbajtjen e lidhjeve me njerëz të mirë, është njeri që nuk ka vlerë. Edhe ai i cili ka dy zemra, do të thënë nëse takimi me të është i ëmbël, kurse mungesa e tij, do të thënë ose kur nuk je i takuar me të, do të thënë është e dëmshme. Ka ndonjë prapavi ose ndonjë dëmtim dhe ndonjë hidhrim. Do thotë mu taku para syve, mashallah, shumë ëmbël, fjalë të mira, buzëqeshje të mirë po prapa shpinët do thotë është i dëmshëm. Wa man huwa in tuhdith lahu al-'aynu nadhratan yuqatti'u biha asbab kulli qarini. Edhe një njeri që do të thënë nëse ja shikon shikimin e syve të tij, do thotë do të shkputet dashuria me secilin që e ka të afërt. Do të thonë, qëllimi është se kam thonë shumë prej dietarëve se ajo që është në zemër shfaqet në shikimin e syve. Edhe disa prej dietarëve thonë se ajo që është në zemër shfaqet me lëvizjet e gojës, do të thënë me fjalët që i nxjerr. Edhe për këtë ka ihtilaf, do të thënë si merret vesh çka është realiteti i zemrës. Kjo është diçka që nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë radhë të parë si parim duhet ta dim se brendësinë e zemrës dhe brendësinë e mendimeve të njerëzit nuk i di askush përveç Allahut subhanahu wa taala.
edhe nuk lejohet dikush të pretendojë se ja di zemrën në bazë të ndonjë pune ose ndonjë ose ndonjë fjale ose kështu. Do të thënë, njeriu gjykon vetëm sipas asaj që e sheh. Ai që e thot hakun, i thuhet se është njeri i hakut. Ai që thot batil, i thuhet se është njeri i batilit. Edhe nuk gjykohet asnjëherë për zemrën ose nijetet që i ka në zemër njeriu. Nuk mund të gjykohet për ato. Mirë po, për ta njohur njeriu, ka indicje, argumente ansore që mund të tregojnë ose mund të japin shenjë se çka ka në zemër, a ka dashuri të sinqertë apo ka mendime tradhtare. Domethënë, ato mund të jenë pra argumente ansore ose ndihmëse. Edhe këto argumente shfaqen, pra për këto argumente është ihtilafi të disa, domethënë disa thonë se këto shfaqen nga syt. Domethënë nëse ja shikon syt njeriut edhe mënyrën e shikimit të tij, e merr vesh, domethënë parafërsisht, do thotë se çfarë mendime ka dhe a është i sinqert me ty ose është tradhtar. Disa thonë jo nga syt, po nga goja. Domethënë nga fjalë që i nxjerr, me analizimin e fjalëve, domethënë merret vesh se çka fsheh në brendësi. Pra, si ka thonë, thot Amr ibn Muhammad al-Nasai, i ka thonë, e ka transmetuar nga Ibn al-Arabi, këtë poezi, al-ajnu tubdi alladhi fi nafsi sahibiha, min ash-shana'ati aw wuddin idha kana. Do thot, syri e zbulon atë që ka njeriu në zemër, qoftë ajo e keqe, ose mllëf, ose dashuri, nëse ka në zemër. Më thënë, prej syve vërehet a ka dashuri ose urrejtje dhe zili në zemër. Innal baghida lahu aynun yasuddu biha la yastati'u lima fi as-sadri kitmana. Do thot, ai urrejtësi, njeriu që ka urrejtje dhe që ka zili, e ka syrin të atill që me ta nuk mund të fsheh atë që e ka në zemër. Do të thonë, patjetër do të shfaqet nga mënyra e shikimit të tij. Fal-aynu tantiqu wal afwahu sakinatun hatta tara min damir al-qalbi tibyana. Do thotë, syri flet edhe nëse goja është e mbyllur, edhe nëse goja hesht, pra syri tregon edhe shihet se çka ka në ndërgjegje ose në zemër njeriu, do të thonë në mënyrën e qartë. Pastaj ka thonë Ali ibn Muhammad al-Bassami, pra këtë poezi, وَجَارِ لَا تَزَالُ تَزُورُ مِنْهُ قَوَارِصُ لَا تَنَامُ وَلَا تُنِيمُ قَرِيبُ الدَّارِ نَائِلْ وُدِّ مِنْهُ مُعَانَدَةً أَبَتْ لَا تَسْتَقِيمُ يُبَادِرُ بِالسَّلَامِ إِذَا الْتَقَيْنَا وَتَحْتَ ضُلُوعِهِ قَلْبٌ سَقِيمُ. Do të thonë, kam një fëqinj që vazhdimisht më vizitojnë shqetësimet ose sulmet prej tij. E kam një fëqi që vazhdimisht më sulmojnë të këqijat e tij, që nuk flenë dhe nuk lanë të flesh. Është i afërt me shtëpi, mirë po i largët në dashuri, është kokfort dhe do të thënë zemra e tij ose dashuria e tij nuk përmirësohet, nuk drejtohet asnjëherë. Kur më takon, fillon i pari të më japë selam, do të thënë nxiton, më i pari edhe ndoshta në mënyrë të bukur me zot lart, që mendon ti se kush e di se çfarë dashurie ka. Do të thënë kur më takon, nxiton me selam, mirë po nën brinjët e tij ka një zemër të smur. Do të thënë se para syve është, do të thënë me ngjyrë tjetër, kurse në brendësinë e tij, do të thënë para syve është me ngjyrë tjetër, kurse prapa shpine është me tjetër ngjyrë. Kjo tregon se zemra e tij është e smur. Edhe një poezi tjetër nga Al-Muqanna Al-Kindi thot: "Ublur rijala idha aradta ikha'ahum wa tawassamanna umurahum wa tafaqqadi." Do të thënë, testoj njerëzit nëse do që t'i vllazërosh ata dhe kuptoj mirë çështjet e tyre dhe analizoj. Do të thënë, para se ta bësh njeri besnik e kështu me radhë, pra shihe se çfarë gjendje ka. Fa idha dhafirta
bidhill lababati wat-tuqa fihi al-yadayn qarira 'aynin fashdudi fabihi al-yadayn qarira al-'ayni fashdudi. Do të thonë nëse gjen njeri që ka mençuri të mprehtë dhe ka devotshmëri, atëherë me knatësi shtrëngoje me të dy duart. Do të thonë nëse ka njeri që është me të vërtet i mençur, i pjekur, i urt dhe i friksohet Allahut subhanahu wa taala, është fetar dhe është i moralshëm, atëherë ka pe fort mos e lësho, do të thonë prej shoqërisë atë. Do të thonë si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Do të thonë njeriu është në fen e shokut të tij. Pra secili njeri do të ndikohet nga shoku me të cilin rri. Prandaj le të shikoj falyanzur, do të thonë le të analizoj secili njeri me kë shoqërohet ose me kë miqësohet. Patjetër, do thotë që duhet ta testosh njeriu, ta dish fetarinë e tij, e sheh prej veprave, kuptohet, nëse e shet rregullt në kryerjen e obligimeve, në kryerjen e namazit me xhamat në xhami, si ka thënë Allahu fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, do të thënë në shtëpitë që Allahu ka lejuar ose ka urdhëruar të ngrihen dhe të përmendet emri i tij në to, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, aty në ato shtëpi në xhami, do të thonë e madhrojnë Allahun dhe e lartësojnë mëngjes dhe mbrëmje, rijalun, do të thonë disa burra. Pra kjo është shenja e burrnisë dhe moralit lartë, nëse njeriu është i rregullt në kryerjen e obligimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe ky poet Al-Muqanna Al-Kindi ka thënë, kur të gjesh njeri të mençur dhe të devotshëm, do të thonë që i friksohet Allahut subhanahu wa taala, atëherë fabihi al-yadaini qarira 'aynin fashdudi. Do të thonë atëherë shtrëngoj duart, do të thonë shtrëngoje mirë, mos e lësho atë njeri me knatësi, do të thonë duke qenë i kënaqur me të. Pastaj thotë wa mata yazillu wala muhalata zallatan. Do të thonë nëse ai rrëshqet diçka, bën ndonjë gabim, dhe kjo patjetër do të ndodh, nuk ka mundësi mos ndodh, fa'ala akhika bi fadli ra'yika fardudi. Atëherë vllajt tënd me mendimet e tua të mira përgjigju. Do të thonë këshilloje, nëse sheh që ka bërë ndonjë gabim, ndonjë rrëshqitje, ky njeri që përndryshe është shumë i mençur, shumë i devotshëm, shumë i përpikt në fe, mirëpo ka bërë ndonjë rrëshqitje, ka bërë ndonjë gabim, atëherë ti këshilloje me mendime të mira, me mendime të qelluara, me këshilla të sakta, të dobishme, këshilloje. Wa idha al-khana naqdu al-huba fi mawdi'in wa ra'ayta ahla at-tayshi qamu faq'udi. Mirpo, thot nëse sheh njerëz të këqij, do të thonë që ose nuk kanë mençuri, do të thonë kanë mendje lehtësi, edhe ignorancë dhe nuk i friksohen Allahut subhanahu wa taala, atëherë mos ul me ta, mos rri me ta, mos u shoqëro me ta, edhe nëse i sheh ata njerëz të pamençur, do të thonë që ngrihen nga një vend, ti ulu aty. Do të thonë mos shko pas tyre. Nëse ulen në një vend, largohu prej aty, do thotë pra mbahu me atë që ka mençuri dhe fetari, edhe nëse bën ndonjë gabim ndaj teje. Pra qëllimi është kjo dashuri është për hir të Allahut, për arritjen e përmirësimit vetvetes, për ngritjen fe dhe për përfitim në mençuri dhe në fetari, me këtë afërsi ti e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Edhe prandaj kjo duhet jetë stabile, jo të ndikohet me njerë nga secili gabim ose rrëshqitje në dunja, kurse për njerëz të këqij, edhe nëse të bëjnë ndonjë të mirë, do të thonë nuk duhet të mashtrohesh pas të mirave të dunjas. Pastaj ka thonë me zinxhirin e tij nga Yahya ibn Abi Kathir, se thot qala Sulejman ibn Dawud li ibnihi, do të thonë pra Sulejmani, biri Davudit, alayhi salatu wassalam, ka thënë djalit të tij, ja bunayya, alayka bil habib al awwal, fa inna al akhir la ya'diluhu. Ka thënë o biri im, mbaje shokun e parë, sepse ai tjetri nuk mund të jetë i barabartë me të.
Domethënë kjo është një prej israeliateve dhe zinxhiri Allahu alem çfarë niveli ka. Po, domethënë është një prej fjalëve të Sulejmanit alayhis salam që është transmetuar në këtë mënyrë, kurse ku është zinxhiri deri te Sulejmani alayhis salam, atë nuk e dim. Sidoqoftë është një urtësi që është përmendur. Domethënë shokun e parë për qëllim nëse është ai i mirë, pra mbaje atë, edhe mos e bëj këtë gabim, domethënë për një rëshqitje të tij të largohesh edhe gjesh shok tjetër, se atë tjetrin nuk do ta gjesh si ai i pari. Kjo në përgjithësi nëse nuk janë fetari dhe në mençuri njësoj. Nëse janë njësoj, domethënë e kanë fetarinë e njëjtë, këta të dyta, i pari dhe i dyti, kuptohet se shoqëria më e gjatë është më e fuqishme. Prandaj edhe në këtë rast, domethënë më mirë mbau me shokun e parë. Por nëse ai i pari ka mangësi në fetari edhe largohesh prej tij dhe gjen një shok tjetër, atëherë ajo është edhe më e dobishme. Edhe ka mundësi që shokët më vonshëm të jenë shumë herë më të mirë se ata të mëparshmit. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Muhammed ibn Husein, thot: "Kana a'rabiyun bil Kufa", domethënë ishte një beduin në Kufe, një prej arabëve, dhe ka pasur një shok. Wa kana yudhhiru lahu mawaddatan wa nasiha. Edhe ai i ka shfaqur dashuri dhe këshill kështu me radhë. Fattakhadhahu al-a'rabiyyu min 'adadihi lish-shada'id. Min 'udadihi, domethënë atëherë ky arabi, ky beduini e ka llogaritur këtë shok si pajis, domethënë përgatitjen e tij ose fuqinë e tij kur të ketë vështirësi. Dhe atëherë i ndodhi këtij beduinit një vështirësi, kërkoi ndihmë nga ky shoku dhe kurse ai domethënë u tregua shumë larg nga ajo që është shfaqur. Domethënë nuk ka treguar interesim, as afërsi, as shoqëri të vërtetë. Atëherë ky beduini e ka thënë këtë poezi: "Idha kana wuddu al-mar'i laysa bizaidin ala marhaban aw kayfa anta wa haluka wa lam yaku illa kashiran aw muhaddithan fa uffil li wuddi laysa illa kadhalika." Do thotë, nëse dashuria e njerëzit nuk shkon më shumë se sa marhaban, domethënë mirë se vjen ose përshëndetje, si e ke gjendjen. Domethënë këto janë fjalë të mira, kuptohet kur takohen shokët dhe vëllezërit. Mirëpo nuk mjafton dashuria vetëm deri këtu. Do duhet patjetër të tregohet në momente të vështira. Dhe walam yaku illa kashiran aw muhaddithan, edhe vetëm kjo arabisht është kashara yakshiru. Domethënë është kur njeriu qesh vetëm i nxjerr dhëmbët, sepse qeshja e vërtetë, buzëqeshja e vërtetë është një ndriçim i gjithë fytyrës, kurse kur njeriu mundohet për sy e fatësi, ti buzëqeshje dikujt, ajo është vetëm zbardhje e dhëmbëve, domethënë nuk është buzëqeshje e vërtetë e fytyrës. Dhe nëse njeriu thotë është vetëm në këtë mënyrë buzëqesh edhe flet, atëherë larg qoftë kjo dashuri, që nuk është asgjë tjetër përveç se kaq. Domethënë, pra dashuria e vërtetë mes vëllezërve musliman nuk është vetëm që ti buzëqeshësh në fytyrë, të flasësh me ta, ti thuash si e ke gjendjen, si e ke familjen. Domethënë, megjithëse kjo është pjesë e mirësisë dhe mirësjelljes, por nuk mjafton vetëm me kaq. Duhet, domethënë, të tregohet si dihet, domethënë në fjalën e urtë, shoku i mirë në ditë të vështirë. Domethënë, përndryshe kur mblidhemi për të ngrënë dhe për të pi dhe jemi rehat kështu me radhë, atëherë secili mund të tregohet shok i mirë. Por kur vijnë vështirësitë, tregohet realiteti. Thot: "Lisanuka ma'sulun wa nafsuka bashatun wa 'inda thuraya min sadiqika maluka." Domethënë, gojen e ke të ëmbël mjalt, mirë po në zemrën të hidhur. Atëherë, kur ka nevojë për ndihmën tënde shoku yt, me ndihma jote është
shumë larg. Domethënë Thureja është një prej yjeve që llogaritin se është shumë larg. Thot wa anta idha hammat yaminuka marratan litaf'ala khayran qatalatha shimaluka. Dhe ti je i atill që nëse dora e djathtë do të bëj një të mirë, dora e majt e lufton, edhe i del, domethënë, mbrojtje mos e bëj këtë mirë. Pra ky është kuptimi se shoqëria duhet të jetë e vërtetë dhe e përhershme. Dhe po ashtu një tjetër poet të ngjashme me këta ka thënë: fa inna min al ikhwani ikhwana kashratin wa ikhwana hayyaka al ilahu wa marhaba. Domethënë ka disa vëllezër që janë vëllezër të buzëqeshjes vetëm, domethënë të nxjerrjes së dhëmbëve, qëllimi është. Dhe ka vëllezër të hayyaka Allah, marhaban, domethënë mirë se vjen, kështu, domethënë përshëndetje, kështu me radhësie. Wa ikhwana kayfa al halu wal ahlu kulluhu wa dhalika la yaswa kira'an mutraba. Domethënë edhe ka vëllezër si e ke familjen, si janë të gjithë. Mirë po, kjo nuk është, nuk ka vlera sa pluhuri, sa dheu. Gjawadun, idha staghnejta anhu bimalihi, yaqulu ilayya al-qarda wal-qarda fatluba. Kur nuk ke nevojë ti, është shumë bujar. Edhe vetëm thot, çka të kesh nevojë tregom, nëse nevojitet borxhun, kërko prej meje, domethënë kështu. Tregohet shumë bujar kur nuk ke nevojë. Fa in anta hawalta alladhi khalfa dhahrihi wajadta thuraya minhu fi al-bu'd aqraba. Mirë po, kur nuk jeti prezent, domethënë kur është prapa shpinës tënde, këto fjalë të mira dhe këto buzëqeshje dhe këto oferta për të ndihmu janë më larg se thureja, si them, thureja, pra më larg se yjet. Pra kuptimi i njëjtë me atë poezinë paraprake, që do të thonë se, siç tham, pra kjo shoqëria dhe dashuria duhet të jetë e vërtetë dhe në të njëjtin drejtim, me të njëjtën ngjyrë, jo të ndryshojë, do të thonë, vetëm sipas interesit. Thot autori rahimahullah: wal aqilu la yusadiqu al mutalawwin. Do të thënë njeriu i mençur nuk bëhet shok me laramanin, do të thonë që i ndryshon ngjyrat. Wala yuakhi al mutaqallib, dhe nuk bëhet vëlla me atë që është rrotullohet vazhdimisht. Wala yudhhiru min al widadi illa mithla ma yudmir. Edhe njeriu i mençur e shfaq dashurinë që e ndjen me të vërtetë në zemër. Pra njeriu i mençur nuk bëhet shumë, do të thonë kështu, sigur është duke dashur shumë dikën, në realitet nuk e do. Pra ndryshe është ajo që tham më herët mudara, se ka thënë Abu Dharri radhiyallahu anhu, ka thënë ne u buzëqeshim disa njerëzve kurse zemrat tona i mallkojnë ata. Domethënë ka njerëz që mund ndoshta e urrejnë, mirë po ka ndonjë interes më të lartë të fesë ose të muslimanëve në përgjithësi. Domethënë është interesi më i lartë, edhe atëherë e shtyp vetveten, e shtyp ato aspektet e dunjas për të ruajtur, domethënë e mira e përgjithshme për shembull, ose përfitimin në fe. Domethënë atëherë kjo është sakrificë për hir të Allahut. Mirë po, kur njeriu, domethënë, nuk ka dashuri në zemër, nuk duhet të tregohet sikur shumë e do dikën. Pra njeriu i mençur nuk e bën këtë. Njeriu i mençur është i matur në secilën çështje, edhe nëse e do dikën, tregohet i dashur ndaj tij. Nëse nuk e do, është vetëm i sjellshëm, domethënë jo shumë i dashur, do thotë. Pra thot la yudhhiru min al-widad, nuk shfaq dashuri që nuk e ka në zemër dhe nuk mban në zemër diçka më shumë se ajo që shfaq. Do të thonë, pra zemra edhe goja dhe lëvizjet janë të njëjta, të përputhura. Wala yakunu fi an-nawa'ib 'inda al-qiyam illa ككونه عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها. Edhe gjithashtu kur ndodhin vështirësitë, edhe kur i kryen këto vështirësi, kur dhe me ndihmon shokut vet, njeriu i mençur është njësoj sikur ka qenë para fillimit këtyre vështirësive. Domethënë nuk ndryshon dashuria e tij, nuk lodhet
edhe kur e sheh se është dikush në vështirësi, të fillojë të zbehet dashuria, por qëndron njësoj. Dhe thot nuk është dashuri ose vllazëri e lëvduar asnjë përveç asaj që është në këtë mënyrë. Do thënë vetëm kjo është dashuri për hir të Allahut dhe vllazëri në iman, vllazëri e vërtet në rrugën, në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmendur një poezi tjetër, më vonë autori rahimahullah transmeton me zinxhirin e tij nga Hisham ibn Urwa, i cili ka transmeton nga babai i tij, Urwa ibn Zubair, se ka thënë mektubun fil hikme, do të thonë është shkruar në prej urtësive, ahbib khalilaka wa khalila abik, do të thonë doje mikun tënd dhe mikun e babait tënd. Do të thonë kjo është një prej sjelljeve të mira edhe ndaj prindit, që të janë nderosh shokët edhe miq që i ka pasur, edhe pas vdekjes së prindit. Thot, pastaj autori vazhdon, do të thonë me këtë sqarimin se mënyra ose argumenti më i fuqishëm për ta treguar dashurinë e dikujt është shikimi në sy. Do të thonë të shihet mënyra e lëvizjes së syve ose mënyra e shikimit të syve, sepse syt, do të thonë, pothuajse nuk lën asgjë pa zbulu në zemër. Pra siç tham, këto janë shenja dhe argumente anësore, mirëpo nuk duhet t'i bëj njeriu bazë edhe të bëhet si vezveseli, do të thonë, në këtë temë, edhe duke dyshu për secilin njeri edhe thotë e si i kishte sytë e kështu, nuk lejohet teprimi në këta. Mirëpo është një argument ndihmës dhe tregon, do të thonë, që njeriu duhet të ketë kujdes, sepse me të vërtet syt, do të thonë, shfaqin atë që është në zemër, në shumicën e rasteve, ose syt e shfaqin atë që është në zemër, mirëpo ky njeriu që e vlerëson, do të thonë, shpesh herë edhe mund të gabojë, prandaj duhet me pas kujdes, mos jetë teprim, por të jetë një kujdes edhe vigjilencë, do të thonë që mos bjerë njeriu në gabime. Megjithatë, njeriu nuk është i gjithditur, prandaj edhe nëse sheh shenja, ndoshta nuk i vëren, edhe nëse i vëren, ndoshta i ignoron ato shenjat edhe bie ndonjëherë në gracka të mashtruesve, për shembull të tradhtarëve, mundet me ndodh. Mirë, pa atëherë duhet ta di se kjo është vetëm me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot me zinxhirin e tij transmeton nga Ibrahim ibn Abi Shikla se ka thonë: "I'lam anna man adhhara ma tuhibbu aw ma takrah fa inma laka ma yaqisu ma admara qalbuhu billadhi adhhara lisanuhu." Do të thonë mendimi tjetër, pra thot dije se ai që të shfaq diçka që ti e do ose shfaq diçka që ti nuk e do, duhet ta dish se ka një peshore që mund ta matësh çka mund të ketë ai në zemrën e tij. Dhe ajo është çka nxjerr prej gojës, do të thënë fjalët e tij që i flet. Walaysa laka an ta'rifa ma asarra damirahu, mirëpo, do të thënë nuk ke mundësi ta dish sakt se çka ka zemra e tij, do të thënë nuk mund ta hapësh zemrën tamam ta shohësh se çka ka. Fa'amilhu ala nahwi ma yubdi laka lisanuhu. Atëherë puno me të, ose le të jetë raporti yt në lidhje me të, i bazuar në bazë të asaj që e shfaq me gojën e tij. Do thotë në këtë rast, do të thënë duhet thotë që të merret për bazë fjala ose fjalët që i nxjerr ai njeri, këto duhet të jenë bazë për ajo që është e dukshme, do të thënë prej fjalëve që i dëgjon, jo çka mund të mendosh ti se mund të ketë ai në zemër, por prej fjalëve që i dëgjon, në bazë të asaj ti e bën sjelljen me të dhe nuk mund ta dish saktësisht se çka ka në zemrën e tij. Thot gjithashtu, thot autori rahimahullah, kjo është poezi e tij, thot wa fi dhalika aqul, do të thënë i them këto vargje, laysa al-musi'u idha taghayyaba sirruhu anni bi manzilati al-musi'i al-mu'lini من كان يظهر ما أحب فإنه عندي بمنزلة الأمين المحسن. Do thot, nuk është njeri i keq ose keqbarës nëse janë të fshehta ato sekretet e tij prej meje.
nuk është ai që bën keq, domethënë nuk është ai që më bën keq me zemrën e tij, me mendimet e tij të këqija, nuk është i njëjtë si ai që më bën keq haptas. Domethënë nuk mund t'i barazoj atë që domethënë dikan prej cilit e shet keqen me sy, sigur dikan që nuk e ke pa, por ti mendon se ndoshta ka ndonjë të keqe. Thot ai që shfaq atë që unë e dua, atëherë është tek unë njeri besueshëm dhe bamirës. Domethënë flet fjalë të mira, bën vepra të mira, unë nuk mund ta di se çka ka në zemër. Wallahu a'lamu bil qulubi wa innama laka ma bada laka minhum bil alsuni. Dhe Allahu e di, Allahu është i gjithditur se çka ka në zemra. Nuk mund njeriu ta di brendësinë e zemrës, mirë po ty të takon të gjykosh sipas asaj që ai e shfaq me fjalët e tij. ولقد يقال خلاف ذلك انما لك ما بدا لك منهم بالاعين. Mirë po ka disa njerëz, domethënë disa dietar që kanë thënë të kundërtën, domethënë ti duhet gjykosh, ti mund gjykosh, domethënë pas asaj që shfaqet prej syve të tyre. Pastaj edhe në fund ka transmetuar një fjalë nga Ibrahim al-Hijji, Ibrahim al-Hajabi. Thot, sa i ka thënë, dalailul hubbi tu'rafu fil muhibb, wa illam yantiq lisanuhu. Domethënë, shenjat e dashamirit vërehen te ai shoku i afërt i dashur, dhe edhe nëse nuk ta thot me fjalë. Domethënë, ato zemrat, sikur siç është në temën tjetër, pra zemrat janë si ushtri të afruara, edhe kur janë të përputhura zemrat, afrohen edhe njihet dashuria. Se kam thënë, nuk ka nevojë që dikush të tregoj me fjalë se do. Pra ti e ndjen sinqeritetin e tij dhe dashurinë e tij me të vërtetë nga veprat, nga zemra jote. Do thotë sepse zemrat pajtohen, edhe kur të thot dikush të dua për hir të Allahut. Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e do dikën që ti tregosh. Kur të thot dikush të dua për hir të Allahut, në shumë raste njeriu përgjigjet ose mund të përgjigjet me thënë e di. Do të thënë unë e di se ti me të vërtetë më do. Por edhe ai e di se ti e do atë, mirë po ai është i pari që të ka thënë këtë fjalë, edhe do të thënë ja kthen gjithashtu sipas sunetit Allahu të dashur e kështu me radhë. Por qëllimi është se dashuria e vërtet, ose miqësia e vërtet, ose dashamirësia e vërtet, nuk është patjetër të shprehet. Ajo ndjehet dhe përjetohet. Pastaj thot autori rahimahullah, dhikru i'tilafin nasi wa iftiraqihim. Domethënë bashkimi dhe ndarja ose kundërshtimi i njerëzve. Bashkimi ose të themi ndryshe përputhja dhe kundërshtimi mes njerëzve. Kjo është një temë tjetër. Këtu e ka përmendur këtë hadith me zinxhirin e tij, ka thënë akhbarana Imran ibn Musa ibn Mujashi as-Sikhtiyani قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Thënë këtë hadith me këtë zinxhir e transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Domethënë shpirtat janë si ushtritë e rekrutuara, edhe ato që njihen mes vete përputhen dhe afrohen, kurse ato që nuk njihen ose mohohen, domethënë largohen dhe kundërshtohen. Kjo është hadith sahih, e ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, dhe po ashtu e transmeton Imam Buhari në Al-Adabul Mufrad. Dhe kjo është hadith i njohur. Pra shpirtat janë të përgatitura kur i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ato që janë shpirtra të llojit të njëjtë, domethënë njihen
dhe afrohen dhe përputhen. Kurse ata shpirtra që janë të kundërta edhe që nuk kanë dashuri ose përputhje ndaj njëri tjetrit, do të thënë janë që largohen. Thot pastaj autori rahimahullah me zinxhirin e tij transmeton se Aliu radhiyallahu anhu ka thënë el arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Do të thënë hadithi i njëjtë është transmetuar si mauquf nga Aliu radhiyallahu anhu, që ka thënë shpirtat janë si ushtrit, ato që njihen afrohen dhe përputhen dhe ato që nuk njihen largohen dhe kundërshtohen. Thot autori, sebebu tilafin nasi wa iftiraqihim ba'da al-qada'i as-sabiq. Do të thënë shkaku për bashkimin dhe përputhjen e njerëzve ose për përçarjen dhe kundërshtimin e tyre, përveç, do të thënë pas caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë cili është shkaku, se kuptohet bashkimi dhe përçarja ndodhin me atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, por ka shkaqe. Dhe ky shkak është ta'arufu ar-ruhain, do të thënë njohja e dy shpirtave ose përputhja e dy shpirtave, wa tanakuruhuma ose mos përputhja dhe do të thënë urrejtja atyre në mënyrë shpirtërore. Fa idha ta'arafa ar-ruhan wujidat al-ulfatu bayna nafsayhima, do të thënë nëse dy shpirta njihen dhe përputhen, atëherë ndodh bashkimi mes atyre dyve. Wa idha tanakara ar-ruhani wujidat al-furqatu bayna jismayhima. Dhe nëse nuk përputhen ose nuk njihen ata dy shpirta, atëherë largohen ose ndahen edhe trupat. Do të thënë nuk ka mundësi që ndrosh me trup fizikisht afër me një njeri që zemrat nuk janë të njëjta ose përputhja nuk është do të thënë rrugën e njëjtë. Pastaj thot pra me zinxhirin e tij nga Mujahidi rahimahullah, i cili transmeton nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, se Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka pa një njeri dhe ka thënë inna hadha la yuhibbuni. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, ky më do mua. Edhe i kanë thënë wa ma ilmuk, do të thënë nga di se do. Ka thënë innani la uhibbuhu, un e dua ata. Wal arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Do thot unë e dua ata, kurse shpirtat janë si ushtrit, ato që njihen dhe përputhen bashkohen, kurse ato që nuk njihen dhe nuk përputhen largohen. Do të thënë ka argumentuar me këtë hadith. Prandaj kur më të vërtet e do dikën për hir të Allahut, për shkak të mirësisë së tij kështu, do thot ky është argument se edhe ai ty do. Pastaj ka përmendur një poezi autori rahimahullah që thot, pra këtë poezi ka thënë Ahmed ibn Muhammad ibn Bakr al-Abnawi, ka thënë inna al-quluba la ajnadun mujannadatun lillahi fil ardi bil ahwa'i ta'tarifu fama ta'arafa minha fa huwa mu'talifun wama tanakara minha fa huwa mukhtalifu. Do thot pra kuptimi i hadithit i shprehur në formë të poezisë, ka thënë zemrat janë ushtri të rekrutuara ose të ndara, edhe Allahu i ka caktuar ato në tokë, dhe këta për hir të Allahut, do të thënë i bashkojnë dëshirat dhe pasionet e tyre. Thotë kjo është qëllimi i kësaj është se edhe dëshirat e njerëzit bëhen të tilla që janë përputhje me atë që e do Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë është një hadith i cili është i dobët, do të thënë shumë prej dietarëve thonë se është i dobët. Mirpo kuptimi i atij është nuk është besimtar njeri nëse dëshirat e tij nuk e ndjekin atë me të cilën unë kam ardhur. Do të thënë edhe dëshira e njeriu, edhe kur njeriu i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala dhe stërvitet dhe vepron sipas urdhrave të Allahut, bëhen edhe dëshirat dhe pasionet ose epshet e tij bëhen në drejtim të asaj që është në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë bëhet dëshirë esenciale e tij, për shembull falja e namazit ose leximi i Kuranit ose dëgjimi i përmendjes së Allahut ose dhikri. Do thotë pra ka thot ky poet, do të thënë ka zemra
që janë në tokë, që epset e tyre ose dëshirat e tyre i kanë bërë për Allahun, edhe këto zemra i kanë dëshirat e njëjta, do të thonë që janë në rrugën e njëjtë. Edhe prandaj ato që njihen mes tyre bashkohen, ato që nuk njihen largohen. Pastaj ka transmetuar autori rahimahullah nga Qatada radhiyallahu rahimahullah, i cili ka thënë në lidhje me ajetin illa men rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Do të thënë përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti yt dhe për këtë i ka krijuar. Do të thënë ky është ajeti dhe Qatadja e ka komentuar këtë ajet, ka thënë lirrahmeti walitta'a. Pra Allahu i ka krijuar njerëzit që t'i mëshiroj dhe që ata të jenë të bindur ndaj Allahut. Fa amma ahlu ta'ati Allah fa qulubuhum wa ahwa'uhum mujtami'a. Do të thënë njerëz që i binden Allahut, ata që janë të nënshtruar ndaj Allahut, ata zemrat e tyre dhe dëshirat e tyre ose pasionet e tyre janë të bashkuara. Wa in tafarraqat diyaruhum. Edhe nëse vendbanimet i kanë të largëta. Do të thënë i kanë dëshirat e njëjta, synimet e njëjta, edhe zemrat i kanë njësoj. Edhe nëse jetojnë vende të ndryshme, do thotë pa marrë parasysh, kurse wa ahlu ma'siyatillah qulubuhum mukhtalifa, ata që bëjnë mëkate ndaj Allahut janë të përçarë. Edhe wa in ijtama'at diyaruhum, edhe nëse jetojnë në vendin e njëjtë, edhe nëse janë fqinj ngjitur shtëpit, ose madje ka në shtëpinë e njëjtë, antarët e familjes njëjtë kanë përçarje, mosmarrveshje, domethënë prishje mes veti, dhe këto të gjitha janë rezultat i mëkateve. Kundërshtimi, prandaj këtë duhet ta kuptojnë të gjithë ata që thrasin në bashkimin e muslimanëve. Edhe secili musliman e do bashkimin e muslimanëve. Por duhet ta dim si mund të bëhet ky bashkim. Duke i bërë mëkat Allahut, ose duke e shpik bidate, duke e shtrembu fenë e Allahut, edhe mundohemi të bashkojmë zemrat, kjo nuk ndodh asnjëherë. Asnjëherë nuk ka mundësi të ndodh bashkim në këtë formë. Bashkimi është duke i thirrur të gjithë muslimanët në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit, sipas kuptimit të sahabeve, të cilët i ka bashkuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka thënë law anfaqta wa alafa baina qulubihim, do të thënë Allahu i bashkoi zemrat e tyre. Pse i bashkoi? Për shkak se ishin të nënshtruar plotësisht ndaj shpalljes që i ka ardhur nga Allahu. Do të thënë ishin plotësisht të nënshtruar ndaj fjalëve të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky bashkim nuk ka mundësi me ndonjë shkak të dunjas me ndodh. Bashkimi i këtill siç ka ndodhur mes sahabeve. Se ka thënë law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Do të thënë nëse i kishe dhënë gjithë pasurinë e tokës, çdo gjë që ka në tokë, të gjitha fuqitë dhe pasuritë, nuk ka mundësi ti bashkosh zemrat e tyre. Prandaj ka mundësi që njerëz të jenë vende të ndryshme, gjuhë të ndryshme, ngjyra të ndryshme, por kur janë në rrugën e selefëve, në rrugën e Kuranit dhe Sunetit dhe menhexhin selefi, janë të bashkuar me të vërtetë, edhe pse vendet janë të largëta, ndoshta edhe nuk mirën vesh. Nëse takohen, nuk mund, domethënë me njëri tjetrin të mirën vesh se kanë gjuhë krejtësisht tjera, por zemrat i kanë njësoj. Edhe dashuria është e vërtetë kur e sheh një njeri të tillë, edhe nëse nuk e kupton se çka është duke thënë. Kurse nga ana tjetër, njerëz të mëkateve, edhe më keq se mëkatet janë bidatet, i kanë zemrat e përçara, të coptuara, edhe nëse shfaqen si të bashkuar. Prandaj, te interesi i parë, edhe te grindja e parë për marrje të udhëheqësisë, për pushtete dhe për ose për famë, ose për pasuri, domethënë menjëherë shfaqet ajo përçarja e tyre. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Domethënë mendon se janë të bashkuar, por zemrat i kanë cop mes veti. Pastaj ka thënë në një poezi nga thot Mansur ibn Muhammad al-Kuraizi, i cili ka thënë فما تبصر العينان والقلب آلف ولا القلب والعينان منطبقان
ولكن هما روحان تعرض ذا لذا فيعرف هذا ذا فيلتقيان. Domethënë, pra ndonjëherë njeriu, domethënë nuk e sheh kot gjatë dikan, edhe nuk e sheh me sytë e tij, mirë po zemra është e bashkuar. Domethënë ka njeri që nuk e sheh, por zemrat janë të bashkuar. Ka njerëz për cilët vetëm dëgjon, as nuk ja ke pa formën, fytyrën, domethënë nuk e di se çfarë është, por zemra e do atë njeri. Për shkak se ke dëgjuar që është thirrës në sunet, edhe lufton për fenë e Allahut, domethënë dashuria vjen edhe pse nuk e ke parë. Domethënë jo çdo herë këtu thotë se zemra dhe syt janë të njëjta. Domethënë ka mundësi, a dini si është të ne njohur larg syve, larg zemrës? Kjo nuk është kjo e vërtetë. Ka mundësi të jetë larg syve, afër zemrës. Dhe ka mundësi afër syve, që e sheh çdo ditë, mirë po është larg zemrës. Domethënë nuk janë çdo herë zemra dhe syt në të njëjtin qëndrim. Walakin huma ruhani, por janë dy shpirta. Domethënë shpirti i këtij edhe shpirti i atij që janë njohur edhe prandaj janë të bashkuar, të afërt. Domethënë çdo gjë varet nga bashkimi në zemër. Domethënë bashkimi në ndjekjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Kjo e bën bashkimin e vërtet, edhe nëse nuk arrihet bashkimi me trup, bashkimi fizik. Kurse e kundërta sjell më shumë përçarje dhe largim edhe nëse janë të njëjtin vend. Pastaj ka përmendur edhe çështje tjera. Domethënë që tregohet se njeriu duhet të shikojë mirë kë e ka për shok. Ka thënë domethënë ky poeti al-Abrash, yuqasu al-mar'u bil-mar'i idha ma huwa ma shahu wa dhul 'urri idha mahtakka dha as-sihhati a'dahu. Domethënë njeriu krahasohet sipas shokut të tij. Domethënë si e ka shokun, ashtu vlerësohet edhe ai. Se thot kur dikush ka zgjebje, edhe fërkohesh me ta ose kruhesh afër atij, domethënë atëherë kalon zgjebja edhe te ti. Wal-shay'i 'ala ash-shay'i maqayisu wa ashbahu. Domethënë secila gjë ka diçka me të cilën matet edhe përngjasohet. Domethënë çdo gjë për ta kuptuar ka diçka të ngjashme, edhe krahasohet me ta. Nëse nuk e di dikush një fjalë, ja sjell një fjalë tjetër, që nuk është 100% si ajo, po është e ngjashme për t'i treguar se ky është kuptimi. Domethënë secili send, çdo gjë ka diçka të ngjashëm që krahasohet dhe ngjason, domethënë tregohet me ta. Walirruhi 'ala ar-ruhi dalilun hina yalqahu. Edhe gjithashtu shpirti me shpirtin ka argument kur takohen. Domethënë atëherë kur rrin bashk, atëherë janë për tu krahasuar, se ata janë të njëjtë. Pra siç ka thënë tjetër poet, la tas'al 'anil mar'i wa absir qarinahu. Domethënë mos pyet për njeriu, mos pyet çfarë njeriu është, po shikoja shokët. Innal qarina bil qarini yaqtadi, sepse shoku me shokun, domethënë shoku sipas shokut vepron. Do thotë zemrat janë të njëjta, shpirtrat janë të njëjtë dhe kjo shoqëria tregon për natyrën e atij tjetrit. Nëse nuk e njeh personin dhe e njeh shokët, atëherë di se çfarë njeriu është. Pastaj ka transmetuar nga Hubeira se ka thënë i'tabirin nasa bi akhdanihim. Domethënë njerëzit vlerësoj sipas shokëve të tyre. Pastaj me zinxhir tjetër, domethënë transmeton nga Sulejman ad-Dubai, se ka thënë, e kam dëgjuar babain tim duke thënë, e kam dëgjuar Malik ibn Anas rahimahullah, se ka thënë, an-nasu ashkalun ka ajnasi at-tayr. Domethënë njerëzit janë forma si format e shpezëve. Domethënë secili njeri ka një formë caktuar dhe kur bëhet bashkë me atë të formës njëjtë,
si format e shpesëve. Do të thënë, shpesët, si thuhet, do të thënë, është e përkthyer gjithashtu nga arabishtja, shpesët me puplat e njëjta fluturojnë bashkë. Edhe thot Imam Maliku, do thot ka thënë, rahimahullah, njerëzit janë si shpesët. Al-hamamu me al-hamam, do të thënë, plumbi me plumbat fluturon. Nuk shkon plumbi me shpesë të tjera. Wal ghurabu me al ghurab, edhe korbi me korbat, wal battu me al batt, pata me patat, was sa'u me as sa'u, edhe gjithashtu harabeli ose bilbili me bilbilat. Në gjithë shpesë rrinë me llojin e vet, edhe fluturojnë bashkë edhe bashkëpunojnë, do të thënë shpesët me zveti. Wa kullu insanin bi shaklihi, edhe secili njeri rri me formën e tij. Do të thënë me atë që i ka puplat e njëjta, do të thënë. Por te njerëzit nuk ka pupla, po ka vepra, fjalë, besime, mendime ose bindje, edhe ato bashkohen, edhe kështu, do të thënë, prandaj janë shoqëritë, do thotë tregon se janë të llojit të njëjtë. Prandaj ka thënë autori rahimahullah, njeriu i mençur largohet nga shoqëria me njeriu në dyshimt dhe largohet nga dikush që është i akuzuar në fenë e tij, sepse ai që shoqërohet me një popull, domethënë njihet si një prej tyre. Dhe kush shoqëron një njeri, i mvishet atij. Domethënë i thuhet shoku i filanit. Edhe njeriu nuk shoqërohet përveç se me atë që është i llojit të njëjtë, edhe është si ai. Prandaj nëse njeriu me do e mos duhet shoqërohet me njerëz, atëherë duhet të gjej shoqëri që e zbukurojnë. Domethënë njerëz që nëse shoqërohesh me ta, bëhet zbukurim për ty dhe nuk bëhet njollosje. Domethënë ka mundësi vetëm nga shoqëria njeriu llogaritet i mirë, ose njolloset vetëm nga shoqëria i njolloset nderi, edhe nëse nuk ka vepruar asgjë. Nëse sheh ndonjë të mirë e llogarit atë, nëse sheh ndonjë të keqe e mbulon, nëse hesht, domethënë nëse ai hesht, pra shoku fillon të flase, nëse i kërkon i jep, domethënë pra me shok të mirë, të cilët janë të kujdesshëm për shoqërinë. Thot fa amma al-yawm fa aktharu ahwali an-nasi yakunu dhawahiruha bi khilafi bawatiniha. Mirë po sot, thot shumica e gjendjes së njerëzve është e atill që në ajo që duket është në kundërshtim me atë që është brenda. Edhe ka thënë, ka tregu, domethënë shumica e njerëzve e kanë gjendjen siç është transmetuar një tregim, është transmetuar një tregim te Benu Israil, thotë se një zog i ka fol një kurthi, domethënë një gracke. Edhe i ka thënë zogu ka thënë inhina'uka limadha, ka thënë pse je i lakum kështu? Ka thënë nga ibadeti, nga adhurimi i shumt, gracka i ka thënë. Ka thënë defnuka fi turabi limadha, pse je i mbulum me dhe? Ka thënë nga modestia. I ka thënë po këto, domethënë ato për shembull kashtën ose kështu pse e ke? Ka thënë këto janë rrobat e mia. Ka thënë po ky ushqimi çka është? Ka thënë këtë kam përgatitur për udhëtarët kur kalojnë, domethënë që të hanë në të. I ka thënë am lejon mu pak që të ha prej këtij ushqimi, ka thënë po urdhro. Edhe kur ka ardhur te ushqimi zogu, atëherë kjo gracka ka zënë. Edhe atëherë zogu ka thënë wallahi la yaghurruni qari'un ba'daka abada. Domethënë asnjëherë ma nuk do të më mashtroj një njeri me kështu që shfaqet si ibadetxhi. Do thotë kjo nuk është histori që ka ndodhur, mirë po është, më thëmë, për këtyre urtësive si shembull që është transmetuar nga israeliatët. Do thotë për ta kuptuar se nuk duhet njeriu të mashtrohet nga ajo që shfaq njeriu për vetvete ose lëvdatat e vetvetes. Që thotë unë jam shumë i mirë, unë asnjë përkundrazi ai njeri që shumë e pastron vetveten, ta di se është
si kjo Gracka që ka thonë se jam i lakum kështu nga ibadeti i shumt, jam i mbulum me dhe nga modestia kështu me radhë. Do të thonë të kesh kujdes, duhet të testohen njerëzit përpara se tu besosh. Thot autori rahimahullah, ka njerëz të cilët nëse i shet dikush, do të thënë i pëlqejnë. Dhe nëse shton dituri për të, e nje më mirë, do të thënë, atëherë i shtohet pëlqimi për të. Dhe ka njerëz që në momentin e parë kur e sheh, e urrejnë. Dhe sa më shumë që e nje, më shumë ke dituri për të, atëherë më shumë të shtohet urrejtja ndaj tij. Kështu, do të thënë se pajtimi, përputhja, do të thënë është sipas përputhjes së shpirtrave. Dhe ndarja ose largimi është, ose kundërshtimi, do të thënë është sipas kundërshtimit të shpirtrave. Thot kjo është, pastaj thot nëse ka njerëz të mirë që janë pajtuar me të vërtetë në mirësi dhe janë afruar, atëherë ndodh ndarja për shkak të vdekjes për shembull, sepse ka vdekje, do thot ka vdekje që i shkakton dhimbje atyre shokëve, do të thënë që ndahen prej tij. Edhe ka thonë nuk ka diçka më të rëndë se sa vdekja e mikut të mirë. Dhe nuk ka diçka, do të thënë vdekje më të rëndë edhe mërzi më të dhimbshme. Dhe gjithashtu nuk ka ndodhi që më gjatë të brengos ose të piklon, sesa, do të thënë kur vdes, sesa kjo ndodhi, do të thënë ndarja e dy vëllezërve për hir të Allahut. Edhe ka thënë autori, men dhaqa dha'iqun ta'man amarra min firaqil khillain. Do thotë askush nuk ka shijuar ndonjë shije më të hidhët se ndarja e, do të thënë, vëllezërve të dashur dhe miqve të afërt, wan siramil qarinain ose shkputja mes dy të afërmve. Do të thënë, qëllimi është se kur kjo është shumë e rrallë, do thotë një shok i sinqert edhe i përshtatshëm, i përputhshëm, do të thënë në zemër, në shpirt, ajo është diçka shumë e rrallë. Mirpo edhe nëse e gjen edhe e ruan shoqërinë me ta, ndarja do të ndodh patjetër. Ndodh për shkak të vdekjes ose ndodh për shkak të udhëtimit të njërit, që është udhëtimi domosdoshëm, patjetër duhet largohet njëri ose për diçka tjetër. Atëherë kjo ndarje është ndarje shumë e rëndë. Edhe ka përmendur disa vargje nga poezi të ndryshme që e kanë shprehur këta. Pastaj, do të thënë, ka shumë poezi, ato nuk do të lodhemi të gjitha, përveç kësaj që transmetohet nga Muhammed ibn Bundar ibn Asram. Ka thënë do thotë, kjo poezi tregon se nuk lejohet që njeriu ta shtojë gjithashtu mërzin ose piklimin për largimin e një të dashuri, se ajo është me caktimin e Allahut. Prandaj shumë prej këtyre poezive duket sikur shprehje të mungesës së durimit. Do të thënë, pra si u ndava prej filanit e kështu me radhë. Këtu, në këtë poezi që ka thënë Muhammed ibn Bundar ibn Asram, thot, eja qalbu, la tajza' min al-bayni wastabir, faleysa lima yuqda alayka bidafi'i. Do të thënë, oj zemër, mos u dorëzo, do të thënë mos e humb durimin nga ndarja, por bëhu durimtar, sepse ata që ka caktuar Allahu nuk mund ta largoj askush. Tawakkal 'ala ar-Rahmani in kunta mu'minan yujirka wa da'ni min nuhus at-tawali'i. Do thot min nuhus at-tawali'i, thot mbështet ju të gjithë mëshirshmit, nëse je besimtar. Atëherë Allahu do të mbroj dhe mos i shiko yjet ose rrethanat ose shenjat o gurat e kështu me radhë. Wa kullu alladhi qad qaddara Allahu waqi'un wa ma lam yuqaddirhu falaysa biwaqi'i. Do thot të gjitha që i ka caktuar Allahu do të ndodhin. Dhe atë që nuk e ka caktuar nuk ka mundësi të ndodhë. Do thënë si
është në fjalët e dietarëve shumë lidhe me temën e kaderit, atë që do Allahu bëhet edhe nëse njerëzit nuk duan. Dhe atë që duan njerëzit, nëse nuk do Allahu nuk mund të bëhet. Do të thënë vetëm nëse do Allahu ndodh. Prandaj njeriu edhe në kërkimin e shokut mirë, do të thënë është që e kërkon suksesin nga Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë duhet njeriu gjithashtu t'i lutet Allahut që ta furnizojë me shoqërues të mirë, të cilët e udhëzojnë rrugën e drejtë, e përkujtojnë nëse harron, e këshillojnë nëse gabon. Do të thënë ajo është prej dhuntive të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka disa fjalë prej kohës së xahilietit që janë përmendur, do të thënë nuk ka shumë dobi të thuhen. Dhe më në fund ka thonë autori rahimahullah, do të thënë këto transmetime i kam përmendur te libri Al-Wada'u wal-Firaq. Do të thënë lamtumira dhe ndarja, do të thënë libër, edhe nuk ka nevojë të përsëriten. Pra këtu përmenden disa poezi që thuhet se ndarja prej mikut të dashur është dhe me shumë e rëndë. Ka dikush që ka thonë nuk dua që ti shpreh ato fjalë, do të thënë të lamtumirës, edhe më arsyeto nëse nuk vi të përcjell e kështu me radhë, do të thënë më mirë sesa më mirë largohem, edhe mos ta ndjej atë momentin e ndarjes. Kështu do thotë shprehje, edhe këtu thot autori rahimahullah që ka bërë një libër të veçantë me këtë titull Al-Wida' wal-Firaq ose Al-Wada' wal-Firaq, do të lamtumira dhe ndarja, edhe aty ka thot se ka edhe analizë kritike, do të thënë ka kritiku disa transmetime që janë gabim të thuhen e kështu me radhë. Pra kam përmendur aty shumë, kurse këtu nuk ka nevojë të përsëriten, sepse kushti jon në këtë libër është që të jetë sa më shkurt. Pra, siç e shohim edhe këtu një prej librave të autorit rahimahullah, qëllimi i kësaj teme, do të thënë me temën e parë, bashkimi dhe me temën e parë, do të thënë që është qëndrueshmëria ose stabiliteti në lidhje vllazërore, edhe kjo e dyta që është bashkimi dhe ndarja ose bashkimi dhe kundërshtimi mes njerëzve, janë të thotë që tregohet se çdo gjë duhet të jetë me sinqeritet edhe e vërtet. I mençuri e mban vllazërinë e dobishme dhe nuk hyn në shoqëri të cilat janë të dëmshme. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na japë sukses për çdo gjë që e do ai dhe që është i kënaqur me ta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.